Alkooli konsiderohet një nga shkaktarët kryesor ose dytësor të 10 sëmundjeve serioze, shumë prej të cilave mund të parandalohen nëse reduktohet ose ndërpritet konsumi i tij. Ekspertët paralajmërojnë se kjo substancë shkakton dëme të mëdha në organizëm, disa prej tyre të kthyeshme vetëm nëse personi ul ndjeshëm përdorimin e alkoolit. Sipas një analize të publikuar në revistën shkencore Addiction, alkooli lidhet drejt për drejt me dëmtimet e mëlçisë, disa forma tumoresh, si dhe me një sër sëmundjesh të tjera të rënda, si demenca, tuberkulozi dhe HIV. Bazuar në klasifikimin ndërkombëtar të sëmundjeve ICD të hartuar nga World Health Organization, mbi 60 sëmundje dhe dëmtime shkaktohen plotësisht nga konsumimi i tepërt i alkoolit. Studimet tregojnë se alkooli ndikon negativisht edhe në përkeqësimin e sëmundjeve kronike dhe infektive, përfshirë sëmundjet kardiovaskulare, aritmit, diabetin e tipit 2, epilepsin, demencën dhe problemet gastrointestinale. Një nga efektet më të rrezikshme është ndikimi në trur dhe sistemin nervor qendror. Alkooli ngadalson komunikimin mes trurit dhe trupit, duke dëmtuar gjykimin, koordinimin, reagimin ndaj rrezikut, të folurin dhe kontrollin e sjelljes. Për këtë arsye, konsumimi i lartë i alkoolit lidhet shpesh edhe me aksidente, sjellje të rrezikshme dhe dëmtime serioze të shëndetit fizik e mendor.